Janë shtuar edhe demokratët. Po me drejtën e Zotit, se ti nuk mund të kesh një protestë, nuk mund të kesh një protestë qytetare ku i thua tjetrit, jo ti mos hajde se je demokrat. Ti mos hajde se je socialist. Atëherë kjo nuk është protestë qytetare. Ajo lindi si protestë qytetare. Në qoftë se nuk është e demokratëve, nuk që nga e socialistëve, e kujt është? Ti japim një përgjigje? Është protestë e grupeve radikale të majta, ata po e kontrollojnë, me agjendë antikapitaliste, me agjendë antiperëndimore. Përveç kësaj, ka dhe disa segmente të vogla të islamit politik. Të dukshme. Në rënje, më të vogla, po për herë të parë, agjenda e islamit politik u bë e pranuar publikisht. Nuk kanë qenë folës përpara, tani janë. Nuk po flas për musliman, mos ke kuptohemi. Jo, e qartë. Flasim për fe politike. Feja është një gjë e respektuar dhe adhuruar jo vetëm nga ata që e praktikojnë, por edhe nga ata që nuk e praktikojnë. Por feja politikisht ka emër. Ky është shqetësimi im, antiperëndimërizmi, antikapitalizmi. Ka drejt dikush të jetë marksist, të jetë antikapitalist, të jetë në me islamin politik. Shoqëria është pluraliste. Por ata që protestojnë duhet ta dinë që çdo parullë aty, lexoj gjitha parullat, është antikapitaliste. Kjo mua më shqetëson. Fjala revolucion më shqetëson. Pse të shqetëson fjala revolucion? Sepse revolucionet nuk mund të jenë me dorë fshehur. Më thuaj pse po e bën çfarë po kërkon. Nuk vendos sheshi burg apo giotin. Sheshi vendos propozim dhe nuk zgjidh kur protestë.